Kur Allah i çon smuje, a di çfarë do të bëj Allah? Dy sene do me t'i bëj Allah. Kur ta çon një smuje Allah, do me të pastru tije. Të pastron ditë për ditë i lën gjunarë, se keqa me tu me dhimbta. Me dhimbt një dham ti gjumi nuk dze. Po para me dhe pa ti tumore, kancere, këto smujet e rrona shkake, çfarë dhimbta janë ato? Ato janë dhimbta shka i di veç asaj kon trupin e vet. E ne shka kuptojnë me këtë parën, Allah i qiket nane ka pastru. Dyti mësim shka ne e pa Allah, kur ja çon Allah i dikujna një smuje, familjes e mëson familjen me bo sabër. Se kur e kiti një njëri të smut e shpia, lodhëshve, vallaj lodhësh. Kur e shet smut e me quna për spitale, na për operacione, na për doktore, non stop, e qënë shka ban ti të lodhë. Ama ti kur kujdesësh për qatë njerën e smut, Allah i po thot që ti kur kujdesësh për dikant smut, une automatikisht ti ta shtrej sabrin, të baj njerit fort edhe e dyta t'jap shpërlime. Për që këtë shkollë, do thonë që Anani ka pas të dy mësime, do thonë e para që Allah e ka pastru, ne e lusë në Allah që Allah e ta kështë pastru, e sot që Anana ta krise vorin, do thonë baci e gjenetit.